E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak kutin e Pandorës. Ju e dini shumë bukur që natën e mbrëmshme u premtua një kuti Pandore. Tani unë bëra një analizë të shpejtë realisht dhe doli siç e thash, kutia e Pandorës i takon në të vërtet, i takonte liderit të shtëpisë, që në këtë rast është Shëndriti. Tani, vëllau i madh nuk është aq suportues tek Shëndriti, tek Selin, tek Mateo, tek Brikena sa ishte suportues për shembull tek Rogerti dhe tek Miri. Do të thoni pse? Fillimisht njëherë Rogerti kishte në përballje dy banor të shtëpisë. Do të thënë dy banor të nxjerrën kokë më kokë, ndërsa Shëndriti nuk e kishte këtë mundësi. Për mendimin tim, Shëndriti ka luajtur jashtëzakonisht bukur, sepse unë mendoj që kjo kuti Pandore ishte një armë që të ta diqte Shëndritin vetë. Do me thënë, produksioni kishte planifikuar që Shëndriti të digjeshte. Në qoftë se Shëndriti do të tregoheshte i fortë dhe do të çonte veten, Mirin dhe Rogertin në këtë nominim, automatikisht jo pas votave, se shqiptarët do ta votonin Shëndritin, po sipas produksionit do të largoheshte nga shtëpia Shëndriti. Tani Shëndriti çfarë bën? Do me thënë me logjik. Shëndriti e di shumë mirë që Mali nuk do të shkon në finale, edhe Shëndriti bën një lloj matematike, thot unë të çoj Edisën dhe Malin dhe veten time, e di që produksioni nuk e nxjerr Edisën sepse fenomeni Edisa i duhet dhe ka mungesë të femrave në shtëpi, atëherë unë i bie që të nxjerr Malin nga shtëpia, por me një shpjegim nesër, që do me thënë, pa marrë parasysh që ti dole, diheshte që nuk do të shkoje drejt finales. Dhe për mendimin tim, mendoj që Shëndriti bëri lëvizjen më të mirë të mundshme në kutinë e Pandorës, sepse nuk toleroi produksioni që ta djeg Shëndritin. Në të vërtet, duheshte t'i jepet edhe grupit të Shëndritit, do me thënë Selinës, i njëjti avantazh siç ju dha Mirit, siç ju dha dhe Rogertit. Jo ti do me thënë të çosh veten tënde në nominim, Rogerti e kishte të ndaluar, Miri e kishte të ndaluar të çon veten e vet sepse produksionit u duen në finale, ndërsa Shëndriti që nuk u duhet në finale dhe që do të largohet nga shtëpia, urdhëroi bëje këtë përzgjedhjen. Për mendimin tim, Shëndriti bëri përzgjedhjen më të mirë të mundshme. Tani kush është banori që do të largohet nga shtëpia ditën e martë? Unë mendoj që Mali është banori i cili do të lërë shtëpinë, sepse Edisa ka efektin e saj në lojë, ka ndikim jashtëzakonisht të madh në lojë. Edisa është mesi i Brikenës edhe Mateos, Edisa është mikja më e afërt e Mirit, do me thënë ka disa avantazhe që produksionit i duhet dhe Edisa do vazhdoj të ngacmoj Brikenën gjatë gjithë kohës. Mendoj që Mali e dha Big Brotherin e tij dhe këtu do me thënë përfundon ky rrugtim për Malin. Për mendimin tim ishte përzgjedhje fantastike.